Në ceremoninë e sotme në kishën historike të Shën Gjergji në Durrës, ka marrë pjesë primati i kishës ortodokse Johani, kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Mesha e celebruar prej tij u ndoq nga qindra besimtarë të cilët ishin mbledhur brenda dhe jashtë ambienteve të kishës, duke u lutur në një ndër ditët më të rëndësishme të kalendarit të krishterë për më shumë paqe, harmoni e begati. Besimtarët në ndrejtimin e tij than lutje tradicionale e kishtare, sipas liturgjisë me lutje ndaj Zotit dhe duke respektuar të gjitha ritet e fesë ortodokse. Shën Gjergji lindi rreth vitit 275 pas Krishtit në Kapadhoki nga prindër të krishterë. Jati i Shën Gjergjit u martirizua për Krishtin kur shenjtori ishte në moshën 10 vjeçare dhe nëna e tij e mori dhe shkuan të jetojnë në atdheun e saj në Palestinë. Për jetën e Shën Gjergjit, urrëtitjen që tregoi perandori ndaj tij dhe qëndrimin e shenjtorit mes torturave, martirizimin dhe shenjtërimin, duke mbetur një martir i lavdishëm i historisë kishtare ortodokse, një luftëtar i ushtrisë qiellore të Zotit ton Jezu Krisht, poli në mesh kryepeshkopi Johan. Sot në festën e madhe të Shën Gjergj trofe Prursit, erdhëm me gëzim për të meshuar këtu, pas gati 3 dekadash. Shenjtori i madh që po kujtojmë sot ne ka një jetë dhe një dëshmi të jashtëzakonshme. Ai lindi në Kapadoki dhe u rrit nga prindër të krishterë në mënyrë devotshme. Jati i tij vdiq si martir, kur ky ishte shumë i vogël, dhe ëma që ishte me origjinë nga Palestina e mori dhe shkoi në vendin ku jetonte ajo, në qytetin e vjetër të Lidas, Lodi i sotëm në Palestinë, dhe u rrit në frymën e krishterë. Një fëmijë jashtëzakonisht i zgjuar, i sjellshëm, i pashëm, dhe kur arriti moshën 20 vjeç, nga që vinte nga familje e dëgjuar fisnikësh, u fut në shërbimin ushtarak dhe dal nga dal filloi të mori gradat më të larta që mund të jetë, derisa u bë kont dhe general i madh i ushtrisë romake të asaj kohe. Perandori Dioklecian, një tiran i madh, cili ishte një dhujtar dhe filloi një persekutim të tmerrshëm kundër krishterëve, dha urdhër që në gjithë perandorinë krishterët jo vetëm thjesht të dënoheshin ose të merrej pasuria, po të torturoheshin e të vriteshin. Edhe Gjergji i ri në atë kohë ishte tek 20-tat, por i frymëzuar nga mësimet e Zotit dhe nga besimi i madh që kishte, mendoi që tani kishte ardhur ora për të që tipte dëshminë e vërtetë edhe me jetën e tij. Dhe kur perandori kishte thirrur gjithë senatin e gjithë guvernatorët e perandorisë, Shën Gjergji u fut në sallën ku ishte ai, ju drejtua perandorit duke i thënë që nuk është mirë thotë që të vrasësh njerëz të pafajshëm, njerëz që s'kan bërë asgjë thotë, ose që adhurojnë Zotin e tyre të vërtetë. Kur dëgjoi këtë fjalë, perandori u shtan, se nuk e priste që të vinte nga ky general të cilin e donte më shumë se gjithë të tjerët. Dhe nuk po kuptonte pse Gjergji po e kundërshtonte atë. Dhe e pyet që çfarë besimi ke ti? Dhe i tregoi që besoi thotë Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Perandori u turbua nga zemrimi dhe urdhëroi ushtarët e tij që ta godisnin. Por në jetën e Shën Gjergjit ka ndodhur mrekulli të jashtëzakonshme, si një dëshmi e madhe e besimit të tij, sepse çfarë janë jetët e shenjtorëve? Jetët e shenjtorëve janë vazhdimi i akteve të apostujve. Nuk gjithë ne kemi dhe aktet e apostujve. Në meshën e ditës së Shën Gjergjit morën pjesë dhe autoritetet lokale të Durrësit, kryebashkiaka Emiriana Sako si dhe prefekti Gurra me disa drejtues të ndërmarrjesh ekonomike. Dhe për ata që brenda në të me besë, shprestari dhe frikë Perëndie